Bregdet. Jo vetëm korrupsion, por SPAK akuzon ish-zëvendës kryeministren edhe për pastrim parash, duke fshehur dhe regjistruar në emër të personave të tjerë përfitimet e korrupsionit. Hetimet kanë evidentuar gjithashtu përdorimin e veprimeve juridike të dyshuara si fiktive, me qëllim fshehjen e origjinës dhe pronësisë reale të pasurisë. Pasuria e vendosur nën sekuestro preventive përbëhet nga një vilë individuale dy katëshe tip Begonia e numër F6. Parcela e rrethuar në dispozicion të vilës është jo më pak se 300 metra katror. Vila F6 brenda kësaj parcele ka një sipërfaqe prej 103 metra katror, kati përdhe 54 metra katror dhe kati i parë mbi përdhe 49 metra katror. Vila F6 ka edhe verandën 34 metra katror. Vend parkimi ndodhet brenda sipërfaqes së parcelës. Konfirmoj zëvendësen time, Belinda Balluku. Siç konfirmohet nga kontrata e porosisë, fill pas emërimit të Belinda Ballukut si ministre e infrastrukturës dhe energjisë, do të shpërblejë dhe pushonte në vilën e siguruar nga korrupsioni si bashkëpunëtore e Edi Ramës. Në vijim të hetimeve të zhvilluara në kuadër të procedimit penal numër 136 fraksion 2025, pas kërkesës së paraqitur nga prokuroria e posaçme, gjykata e posaçme shkallës së parë me vendimin numër 412 datë 3/6/2026 ka vendosur masën e sigurimit pasuror sekuestro preventive mbi pasurinë e paluajtshme në pronësinë indirekte të shtetases Belinda Balluku që ndodhet në resortin turistik White Rocks, Gjilek, Dhërmi, Bashkia i Marë. Për të fshehur këtë pasuri, produkt të korrupsionit, Belinda Balluku ka përdorur një nga njerëzit e saj më të afërt për shumë vite, ish futbollistin Iglitare. E bashkë me të, SPAK akuzon edhe ish shefen e kabinetit të Ballukut, Joana Bushi, një prej personazheve kyç në karrierën dhe aferat e ish-zëvendës kryeministres. Rezulton se shtetësia Belinda Balluku ka kryer veprimin fiktiv të kontratës së porosisë numër 1059 datë 5/12/2018 të lidhur mes shtetasit Iglitare dhe pronarit të shoqërisë Eurocol, SHPK, shtetasit Pandeli, Carapuli. Veprimet e kundërlishme në formën e pastrimit të produkteve të veprës penale kanë vijuar nga shtetasit Belinda Balluku, Iglitare dhe Joana Bushi, duke kryer veprimin tjetër fiktiv, atë të kontratës së Qiras, datë 25/5/2022 dhe amendamentin e kësaj kontrate, datë 26/4/2024. Vila me numrin F6 ndodhet në një nga zonat elitare të Dhërmiut, ndërsa e ngjitur me vilën e Ballukut, burime pranë SPAK pohuan se është edhe vila e vartëses së saj, Viola Haxhiademi, me detyrë sekretare e përgjithshme e Ministrisë Energjetikës dhe Infrastrukturës. Sinjalizimi që besohet se ka ardhur në SPAK nga një ambasadë huaj që vepron në Shqipëri, sqaronte se vila luksoze i ishte dhuruar Belinda Ballukut nga biznesmeni Pandeli Carapuli. Por, hetimi i thelluar i kryer gjatë këtyre muajve ka nxjerrë zbuluar manovrat e përdorura nga zyrtarja e lartë Belinda Balluku. Teksa kompania e Carapulit ka fituar 2 tenderat, kanë filluar të rrjedhin edhe pagesat financiare nga Alcontrol tek shoqëria Eurocol. Mirëpo në pamundësi për të marrë vilën luksoze në emrin e saj apo familjarëve të afërm, Belinda Balluku, në atë kohë drejtoresh, ka zgjedhur një figurë të njohur të sportit shqiptar dhe italian. Vlera e kësaj kontrate porosie të firmosur me Stares dhe Carapulit në atë kohë ishte 145.000 euro. Verifikimet e kryera nga SPAK kanë zbuluar se Iglitare ka paguar përmes një banke të nivelit të dytë në Shqipëri shumën 70.000 euro, ndërsa pjesa tjetër e mbetur si diferencë prej 75.000 eurosh nuk ka asnjë gjurmë se në çfarë mënyrë është paguar, pasi nuk ka asnjë transaksion bankar. Hetimi i SPAK ka provuar se Tare nuk e ka paguar vetë shifrën 70.000 euro, por ka autorizuar me prokur vllajën e tij, Agron Tare, që të kryente transaksionin në bankë. SPAK pretendon se Tare nuk ka qenë asnjëherë dhe s'ka jetuar në vilën luksoze në Gjilek, dhe këtë fakt grupi i hetimit e mbështet në deklarimet e punonjësve të kompleksit, mirëmbajtësit e vilës, që tregojnë se në atë pasuri nuk e kanë parë kurrë Iglitaren. Sipas punonjësve, në këtë pasuri vinte Belinda Balluku dhe ata e kanë krijuar bindjen se vila i përkiste pikërisht kësaj zyrtare. Gjithashtu, Iglitare nuk është marrë fare as me mobilimin dhe arrendimin e kësaj vile luksoze, pasi me një gjë të tillë është marrë vetë Belinda Balluku dhe familjarët e saj. Një fakt i tillë, sipas dosjes së SPAK, është provuar nga gjetja e komunikimeve me shkrim
mesazheve zanore dhe fotografive në telefonat e personave në hetim, ku faktohet qartazi që mobilimin e ka ndjekur Balluku dhe rrethi i saj miqësor. Ndërkohë, kur kishte kaluar 3 vite e 5 muaj nga firmosja e kontratës së porosis me Carapulin dhe kur Iglitare nuk kishte shkuar asnjëherë të shikonte vilën luksoze që kishte bler, çuditërisht ai firmos një kontratë dore, jo para noterit, ku pranonte që i jepte me qira pasurinë vilën F6 shtetases Joana Bushi. Mësohet se SPAK nuk ka konstatuar mandate pagesash apo transaksione bankare të kryera nga Joana Bushi në drejtim të llogarive bankare të ish futbollistit Iglitare. Është pretenduar se pagesat janë bërë në rrugë informale, por pavarësisht se juridikisht në letra prona është në emër të Iglitares dhe ky i fundit nuk ka shkuar asnjëherë, por ja ka lënë me qira Joana Bushit, vilën luksoze e gëzon Belinda Balluku dhe familjarët e saj. Ndaj, prokurorët e SPAK, Dritan Prençi dhe Dorina Bejko, në datën 3 qershor 26 vendosën ta sekuestrojnë këtë vilë si të provuar se i përket Belinda Ballukut.